أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Falenderimet, lavdrimet si gjithmonë I takojnë vetëm Allahut xhalla sha'nuhu wa xhalla xjalaluhu, krijuesit, sunduesit, furnizuesit të gjithësisë. Paqja, selamet, përshëndetjet tona qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi të gjithë ata besimtar që ndjekin dhe që trasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun xhalla sha'nuhu wa xhalla xjalaluhu që për hatër të emrit tij të madh që e ka Allahu fuqiplot këtë tubim tonin madhështor dhe të gjitha tubimet tjera që kanë karakter fetar islam, inshallah Allahu xhaleshanu I pranon kabul edhe makbul të na I bëj. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Paqja, mëshira e Allahut dhul xhelal qofshin mbi ju në këtë botë dhe në botën tjetër të ahiretit. Ju dëshiroj mirëseardhje të gjithëve në këtë tubim tonin madhështor që ka të bëj me prezentimin e disa ose dy temave fetare islame. Njëra ka të bëj drejt për së drejti me lindjen e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam në muajin e Rabiul Awalit, ku do të jetë, domethënë Muhamedi alayhi salatu wassalam në mileniumin e ri, e që do ta prezantoj vllau jon, kolegu jon I nderuar Hoxh Magistër Bashkim Efendi Aliu, ndërsa tema tjetër do të jetë e që është shumë e rëndësishme, veçanërisht për ne muslimanët shqiptar që jetojmë në këto treva, në këto troje, e që ka të bëj me rinin islame. Mysafirve, juve dhe të gjithëve në emër të kryesisë së kësaj qendre dhe në emër të xhamatit ju dëshiroj mirëseardhje. Elus shtas pra Ridvan Efendiun dhe para se marr fjalën disa të dhëna rreth hoxhës tonë të nderuar. Ridvan Efendi Kurtishi është I lindur në qytetin e Shkupit në vitin 1963. E ka kryer medresen Alauddin në Prishtinë, fakultetin e ka kryer në një universitet të njohur, I cili është Universiteti I El Azhar ose El Azherit në Kairo, drejtimi tefsir ose egzegeza kuranore. Gjithashtu imam I nderuar ka punuar si profesor në medresen e Shkupit, ka qenë antar I kryesisë së rinisë islame në Maqedoni. Gjithashtu ka punuar 2 vjet imam në 2 vende në Zvicër. 18 vjet është imam aktual në Ludwigshafen. Është gjithashtu antar I kryesisë së Unionit të Qendrave Islame këtu në Gjermani. Ka marrë pjesë gjithashtu në disa debate, tribuna të ndryshme fetare, sikurse në vend në Gjermani dhe jashtë të vendit. Edhe si thash vepron momentalisht ose aktualisht vepron si imam në qytetin e Ludwigshafenit. Elusim hoxhën e nderuar pra ta merr fjalën. Urdhën hoxhë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hamdet, falënderimet padyshim të takojnë vetëm se Allahu xhalla xjalaluhu, I cili në Kur'anin Adhim Shan thot wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sadaqallahu al-azim. Me të vërtetë ky është për kujtim për ty dhe për popullin tënd dhe do të pyetni për të. Salatet, salavatet, duat, lutjet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I cili na thot
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Çdo kush për juve është çoban dhe çdo çoban bari do të pyetet, do të mirët përgjegjësi për tufën e vet dhe përgjegjësinë për detyrën që ka pas. Ju përshëndes gjithëve me selamu alejkum. Dhe më lejoni s'parit të përshëndes kryetarin dhe imamin Efendin, pishtarin e Gjermanisë, them sot do të shprehim pak më lirisht, një ndër veprimtarët më të vjetër që ka kontribuar për hapjen e qendrave islame këtu në Gjermani, kryesin e Hamburgut, xhamisë Hamburgut, qendrës së Hamburgut, xhamatin për të cilën më ka marrë mallin një kohë gatu po se si mi pa, dhe i përshëndes kolegët, xhallarët, këtu që janë dhe ata të cilët janë prezent, gjithëve, duke u përcjell selamet edhe xhamatit tim, i cili ju përshëndet dhe ju dëshiron sukses në punën e juaj, a më lejoni në fillim që u bëj përhajr pak renovimin që e keni bë. Allahu ja u dha shtonat të mira në këtë botë dhe në botën tjetër për gjithë ata të cilët kanë kontribuar në këtë. Ative të cilët nuk janë gjallë, të cilët do të flasim edhe pak më vonë, Allahu xheneti Firdausin ja u bëf nasib ya Rabbi. Dashur vëllezër, tema e cila më është thonë që të përgatitëm për të dhe ta prezentoj këtu në mesin e juaj, s'ka dyshim se e ka të bëjë shumë për rinin, por dhe ju një të ri. Ani pse dukeni si të vjetër, po keni evlat. Ju jeni veç ma të vjetër, ama keni evlat, për ato duhet në të përgatitemi. Ande unë do të mundohem pak që të jemi shpejt, që ta përrethekojmë këtë temë, se që da shumë e gjona, ja lip seminare, kongrese, lip përgatitje të mëdhaja, mirë po unë jam munduar që sa do pak diçka të afrohet mesin tonë. Të jetë fëmija ytë dhe rinia ynë, ashtu si që dëshirojmë dhe kërkojmë ne, te dhe unë dhe tjertë, kjo është kënaqësia dhe pasuria më e madhe për një prind në këtë botë. Është më të vërtet kënaqësi e syrit, ashtu e qunë Kurani, kur thot walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ata të cilët thonë o Zoti ynë na dhuro kënaqësinë e syrit në gradë dhe pasardhësit tanë dhe na bën neve pris udhëheqës të devotshmit. Ja pra dëshira më e madhe një prindit këtë shoqni është që fëmijët e tyre të jenë njerëz të mirë dhe të jenë fëmijët ashtu siç dëshirojnë dhe kërkojmë ne çdo punë të mirë që punon fëmija ynë në këtë botë, namazi, agjerimi, leximi Kurani, studimi, të urdhëruarit në të mirë, ndalimi nga e keqja, morali, sjelljet e mira, sjelljet të cilët ata bëjnë me të fitojnë sevapin, shpërblimin i kalon me njëren edhe prindrit të tij, sepse ajo ka edukuar me edukatën e duhur fetare. Jo vetëm prej fëmisë, por edhe prej nipave dhe mbesave, edhe gjithë pasardhësve të tyre deri në ditën e Kiametit do të marrë shpërblim. S'qen ka temë lehtë. S'qen ka shumë e thjeshtë. Për këtë kemi argument fjalën e Allahu xhalla xhelalu i cili thotë walladhina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay'in kullu imrin bima kasaba rahin. Ata të cilët besuan dhe pasardhësit e tyre, evlatët e tyre i pasojnë duke qenë besimtar. Baba e pas ka për detyrë prindrit që ata t'i lënë besimtar. Ato do t'i bëjmë bashk në botën tjetër. Dhe atyre nuk do t'ja humbin asnjë punë. Çdo njeri është peng i punës tina. Pejgamberi alayhis salam na tregon se pasuria më e mirë të cilën një njeri mund ta fitojë është fëmia. Afdalu kasbi ar-rajuli waladu. Sendi më shumë ti çka mundesh me fitu është evladi. Dhe për këtë na thotë se çdo njeri prej nesh është çoban. Buri, baba për mirëmbajtjen e familjes. Kurse gruaja është përgjegjëse për shtëpinë e burrit të saj dhe ajo do të pyetet për të. Kurse fëmia është përgjegjës për pasurinë e babait të tij dhe ai do të pyetet për të. Kështu na tha pejgamberi alayhis salam. Çka janë pra përgjegjësi pas mi, ne si prind për me pas një gjenerat mirë, mileniumin e tretë,
Në si çdo milenium, edhe në këtë, do të kemi të njëjtët përgjegjësi. Një prej atimve, detyra ka prindrit e vladit të vet. Para se të kalojmë te rinia, se çka duhet të vepron, duhet dim për atë kësaj. Përgjegjësia apo detyra e parë e prindrit për fëmijën e tij është zgjedhja e nanës së mirë. Apo babait, sepse fëmia edukimin e parë e merr prej prindrit të tij dhe atë përpara se të lindë. Kur ti bëje 25 vjet, kur të nisish mu anku, një hoxhës kur i ka u anku xhamatlia për evladin e vet, ka thonë von një anku. Këtu dash çatër kur je martu me pyet. Ende parë në dunjë. Njeriu i frymëzuar nga besimi, ai mendimin e Allahut do të ketë pasardhës të shembull të Omerit, Omer ibn Abdulazizit, sepse gjyshi i tij, Omer ibn Khattabi, Hazreti Omeri, e martoi djalin e vet me një vajzë të varfër. Ama sebe për të martu ishte sa ishte besimtare dhe voçme, e cila i tha nanës së vet, kur ajo urdhroi të mashtroj lidhur me qumshtin, i gjujke qumshtit ujë. Dhe i tha mos oj non, zbon kështu. Ha më tha se emiri kryetaris na shef, ai u drejtu duke i thonë non, emiri nuk na shef, Hazreti Omeri nuk na shef, po Allahu xhallal xhelalu, Zoti i Omerit na shef. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për edukimin e fëmijët neve na ka porosit shumë, një prej atimve hubbi nabijuke ose hubbu nabijukum wa hubbu ahli bejtihi. Tre sene duhet mja dhon e vladit: dashurin ndaj pejgamberit, dashurin ndaj vet familjes së pejgamberit dhe dashurin ndaj Kur'anit. Tha pejgamberi alayhi salam, la an yu'addib ar-rajulu waladahu khairun min an yatasaddaqa bisa'in. Që njeriu të edukoj fëmijën e tij është më mirë se sa të jep sadaka. Veç të ulesh me fëmijën dhe ta edukojsh është sadaka. Tha pejgamberi alayhi salam, kushdo që i ri tri vajza i edukon mirë, i miraton ato me sjellje të mira, atij njeriu i takon edhe xheneti. Men qala li sabiyin ta'ala haka thumma lam yu'ti fa hiya kadhbatun. Kush i thot fëmijës së vet hec, pejgamberi ndodhi në atë rast. Nona me grushtin shpras dhe i tha heste nona të t'jap hurma. Pejgamberi u zgat, kur e qeli grushtin, kur i pa hurmën, pejgamberi tha alhamdulillah. Tha pse ja Rasulullah, shka ndodhi? Tha vallahi mos ta kishe pas hurmën, do të shkruajke rrein. Atë cilën dëshirojmë edhe tjetër të thot pejgamberi alayhi salam, na thot se muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Urdhoni fëmijët e juaj kur i ka 7 vjet që ato ta falin namazin, kur ti bëjnë 10, atëherë bëjnë një detyrë për ata faljen e namazit. Allahu xhaleshanu është i kënaqur me atë riun i cili është i lirë në pasionin rinor. Dhe janë 7 persona të cilët Allahu xhaleshanu sipas hadithit yawma la dhilla illa dhillu, nuk ka hije jashtë hija e tina, është i riu i cili kur e fton dikush për namazsuzllëk, ai thot inni akhafullah, unë i tutem Allahut. Hasan dhe Husaini radiallahu anhuma, dy nipat e pejgamberit, thot pejgamberi, do të jenë udhëheqësit të rive në xhennet. Përdryshe do të thuhet njerëzve në xhennet, për juve është rinia dhe ju kurrë s'do të plakeni. Në xhennet s'pas mbi pleshni. Elhamdulillah. As i herë një i ri nuk do të ndëron një të tjetër për shkak të moshës së vjetër të tij, së vjetër të tij, që Allahu mos të caktoj atij në dikë i cili do ta ndëron kur t'i vjerë pleshnia, që ka një punë e madhe. Ibn Mesudi radhiyallahu anhu thotë se ne luftoni me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe numri ynë shumica i shpitri. Etapat e moshës ku në përmjet saj kalon njeriu është fetusi në barkun e nanës, mandej vjen sabi deri në 5 vjet, foshnje, prandaj prej 5 deri në 10 e kanë quajtur këtë murahaka në arabisht, thuhet se prej 15 deri në 23, kjo është tillë, kjo moshë është mosha shabab, shab, rini, disa e kanë quajtur deri në 33 vjet. Fjala disa e kanë marrë se jo i riu është deri në 40 vjeçar sipas dietarëve, edhe kjo moshë quhet feta. Futua. Feta në arabisht i thuhet apo futue 40
vjeçar deri në atë kohë. Këtë e përfundojmë disa me para 20 vjet, disa kanë thonë deri në 50 vjet, po më arsyeshme dhe më e vërtetë është se ai arrin kufirin e zhvillimit edhe të trunit deri në moshën 40 vjeçare. Në kohën e xhailëkit para islamit kësaj kanë thonë muruat. Me ardhen e islamit që u nda në futua, që do të thotë koha kur pjekët tamamile. Prej 40 dhe në 60 vjeçar i thënë moshës burnis. Prej 60 deri në 80 edhe më shumë kanë thonë shuyukh, sheikh i vjetër. Që pak unë si u them plak i vjetër, do të thonë ala jo në atë moshë. Pas 80 dhe janë nis Prishtina. Në gjuhën arabe fjala shabab i ka di kuptime. Kuptimin e lulëzimit, forcës së flakt dhe shkëlqimit. Në gjem në Kur'an se mosha 40 vjeçare, po ajo e përfshin në këtë kuptim si në thënien e plotfuqishmit Allahu xhaleshanu kur thotë se edhe nëse ajo arrin kulmin e saj dhe arrin 40 vjet, 40 vjet. Kjo do të thotë se njeriu nëse arrin kulmin e saj, 40 vjeçarin, çdo forcë mo e ka thyj deri aty dhe arritja e plotë e kapjes së mendjes është deri aty dhe plotësohet të kuptuarit aty. Nahnu nakussu alayka nabahum bil haqqi innahum fityatun amanu. Në Kur'an e kemi një ajet ku Allahu xhaleshanu na kallzon për një shtatëri që kanë net në Ashabul Kahf ose për ndryshe në shpellë. Për këtë i thirr Kur'ani fityatun, për futua, jo shabab. Po i thirr në atë kuptimin fitje, do të thotë në atë kohën rini. Gjithashtu edhe në ajetin tjetër idh awa al-fityatu ila al-kahfi, përsëri në shprehjen kur ata gjelmoshët u strehuan në shpellë dhe than, o Zoti ynë na dhuron nga ana jyte mëshirë dhe na përgatit neve udhëzim të drejtë në tërë çështjet tona. Në etapët e zhvillimit të njeriut, foshnje, derisa rritemi, Allahu xhaleshanu në Kur'an thotë wasayna al-insani biwalidayhi ihsanan. Ne e urdhëruam njeriu të bëjë mirë prindërve të vet. Nga se nëna e vet me mundim e barti dhe me vështirësi e lindi, e bartja e tij dhe shkajkallon edhe gjinj tomël zgjat 30 muaj, derisa të arrijë pjekurinë e vet. Dhe kur ti mbush 40 vjet ai thot me fjalën idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sana. Kur ti mbush 40, atëherë ai është bon tamam. Walamma balaga ashuddahu wastawa ataynahu hukman. E pasi Musa alayhis salam arriti moshën madhore dhe u bë i pjekur, ne i dham artina urtësi, kështu ne ish problem bamirësit. Çka është el futuet, që është ka thënë pak parës që rini, që e përkthim ne? Ulemat kanë thonë se rini do të futue në të karribe men juksike, të afrojsh atë të cënë ty të largohet, wa të karrimu men judhike, dhe ti të respektësh atë të cënë bën azab, të nënshmon, wa të kësine ila men jusi u ilejke, ti bësh mirë ati i cili bën keq ty. I riu pas ka mana në Kur'an. Po tjetra, samahatan, t'jesh shumë tolerancë, wa mawaddatan, dhe t'jesh shumë i dashamir ndaj timve, wala mudaratan, e mos t'jesh ndaj timve dashamir keq. Mosha 40 vjeçare është pjekuria e mendjes dhe e shpirtit, sipas Kur'anit. Muhamedi alayhis salam dhe shumica e pejgamberëve kanë ardhur dhe pejgamberluku i timve ka filluar në moshën 40 vjeçare. Kurse vitet e xhennetit sipas të dhënave i kemi kur bëhen 33 vjet. Çashtu do dalmi 33 vjeçar në xhennet. Dashur Allahu inshallah. Koha e rinis, derisa të vjerët e që mosha 40 vjeçare, veç atër mund të themi se është koha e pjekurisë shpirtërore dhe asaj trupore. Të ndeshëm besimtar, të rinia apo të rinjt janë udhëheqësit e së nesërmës dhe shpresat e ardhmës. Bisupet e kësaj rinie do të bëhet qytetrimi dhe me ata rritet lavdit tona.
Islami interesohet me një interes serios ndaj të rinjve, duke i tërhequr ata në udhëzim dhe duke i këshilluar ata. S'ka dyshim se armiq më të ashpër të Islamit në Mekë ishin pleqët. Dhe personalitetet shquar, një ndër ata ishte Ebu Gjehli, Walid ibn Mughira, Ebu Lehebi, Utbeja, Shejbe, ishin disa të cët, jo vetëm që ishin pleq, po edhe që e pengojshin, as nuk e pranojshin Islamin dhe armiq më të dhë. Hadithi i pejgamberit usikum bis shababi khairan, ju këshilloj që të silleni me rinin mirë, fa innahum sa ata janë loçka e zemrës së juaj, dhe ata janë ajo të cilën zemra e juaj në te qetësohet. Inna Allah Ta'ala ba'athani bashiran wa nadhiran, Allah mu ka dërguar si pejgamber që jam lajmë mishdegji, që ju bi lajme të mira dhe ju tërheqi vërejtjen. Fa halefeni e shabab, më ka ndihmuar rinia, wa halefeni e shëjuh, dhe më ka penguar pleqet. Që disa djetarë kanë dyshim në këtë hadith, por në qoftë se është e vërtet, duhet ta themi këtë, se ky hadith nuk do të thotë se mi anashkalu, mi hek pleqet, por ka qëllimin se të rinia është forca, edhe për shumë punë fizike dhe për të ardhmen, ata kanë mundësi të bëjnë gjëra të cilat nuk kanë mundësi të bëjnë të vjetrit. Pasi që rinia është një shoqëri më me fuqi energjike, dhe nëse ata janë të drejtuar në drejtimin e drejtësisë dhe mirësisë, e gjithë shoqënia përfiton nga ata të mira, po që sa ata shkojnë ka ana e kriminalitetit dhe të keqesh, do të bëhen shkak i shkatrimit të komunitetit dhe humbjes së asaj shoqënie apo ative muslimanëve. Mënyra e drejtimit dhe kujdesës së rinisë është e ngjashme me atë të bimëve. Nëse mbjellësit kanë dhënë interes maksimum për mbrojtjen dhe rritjen e tyre, ato do të rriten dhe do të prodhojnë. Si katunari, e mbjell, e punon, ja merr bereqetin. Por nëse nuk tregon interes, nuk ka në te, ose vonohet bereqeti, ose nuk ka hiç bereqet. Prandaj ne ndjejmë nevojë të interesohemi për këtë shekull, për këtë milenium, siç e quajnë këta të tretin, nga se bota përreth nesh interesohet për të, pasi që jemi të vetëdijshëm se bota është afruar dhe është bën si një katon. Interneti ta ka pru çdo sen afër, aeroplani, udhëtimi, gjithta janë bën, thuhem nuk është bota e moshmja. Andaj ne nuk guzim të jemi neglizhent ndaj asaj për të cilën është interesuar këtë bota. Kur muslimanët ishin në Mekë, ishin pak, Allahu xhaleshanu e zbriti ajetin wadhkuru idh kuntum qalilun mustad'afuna fil ardi. Kujtoj ato ditë kur ishit ju pak, ama u interesoshit se çka do të ndodhe me Persien dhe Bizantinasit, romakët. Persianët ishin iranezët e sodit, super fuqi. Kurse këta tjerët, edhe këta super fuqi. Allahu xhaleshanu i zbriti ajetin një surë Rum, dhe i kallëzoi se humbën betejën Bizantinasit, por do të vjere dita kur do të fitojnë, kur pas disa viteve. Kjo pra tregon se ne nuk duhet të jemi pasiv, as të vjetrit, as rinian dhe asaj që ndodh në botë që na rrethon, dhe se duhet të interesohemi që të dimë se si duhet të reagojmë në ndonjë ndikim negativ për çdo rast që neve na del përpara ajo, dhe çka duhet të ndërmarrim për mbrojtjen tonë. Nga ky kënd pra është obligim që të interesohemi për këtë shekull të ri apo për mileniumin e tretë. Por para se të themi për të ardhmen se si duhet të përgatitemi dhe si duhet të përgatisim edhe rinin, më lejoni paraqes një pasqyrë të shkurtër lidhur me se çfarë krizash ka kalu stërgjyshit e timve, baballarët e timve. E këtë bota islame, këtë bota islame ka qenë kolonizume prej kolonialistave perëndimit. Pra asaj britanes, frances, spanjoll, italian, holandes. Holanda me 5 milion banor i sundonte 50 milion banor musliman Indonezin. Përndryshe, perëndimi jo vetëm këta, ai filloi derisa erdhën edhe luftat e dyta botërore, e para dhe e dyta,
e gjithë bota islame filloi rezidencën e vet kundër këtij kolonializmi dhe në fund e fitoi lirinë. Dhe ata të cilët e bënën shkak fitimin e lirisë ishin të rinjt dhe lëvizja islame. Kjo që thamë deri tani ka të bëjë me çlirimin nga kolonializmi ushtarak. Mirë po, 50 vjet pas fillimit të lëvizjes arabe për çlirimin e tyre, institucionet politike në këto vende janë model përsëri perëndimor. Për këtë do të them edhe më vonë diçka, gjithashtu vlerat dhe ligjet me të cilët shërbenin këto shoqëri janë të këtij lloji. Betejë e fundit për çlirimin ishte ajo e Algjirit. 130 vjet Franca e ka pas në duart e veta Algjirin. Nëse nuk mund të çlirohej, po edhe pas çlirimit sistemi arsimor i imponua nga ana autoriteteve franceze, ashtu që parashikte përgatitjen e një kuadri të shërbëtorëve të tyre zyrtar. Dhe shikoni edhe në synin, krejt të cilët i kanë udhëhequr muslimanët, krejt kanë qenë të shkolluar në Francë, në Rusi, këtë perëndim, si piuna që i kanë kthyer mandej që në lirim po vajapim, ama ata të cilët do të sundojnë programin e trunin e tyre këtë është i yni. Të gjithë këto forca të reja ballafaquan me procesin e larjes së trunit. Ja u shpërlashin trunin, ja u ishipshin idenë e vet dhe i çëshin mesin atij populli. Gjendja e njëjtë mbrenton të pothuajse edhe në Tunizi, Maroko, gjitha vendet islame, as Egjipti se një shpëtoi një gjë të tillë. Në vitin 1920 në Sudanin Jugor nuk kishte më tepër se 11 shkolla. Edhe 20 vjet më vonë me çash mbeten. Se dikush pyet pse kanë met muslimanët mrapa. Pse dikush si kalon. Po mandej në Siri sot bëhet luftë atje. Francezët imponuan mësimin e gjuhës së saj, duke i filluar prej fillorës e deri në shkollat e medicinës krejt francishtë. Po a vesh kaq? Jo. Në Indonezi kishte shkolla, po holandezët nxënësit e tyre mësonin 5700 prej holandezëve, 1700 të Indonezisë. Pa kaq, luftuan dhe kundërshtuan ashpër gjuhën arabe. Dhe preferuan që ta hekin arabishtin si gjuhë të Kur'anit për të vënojnë dialektit. Kështu që me këtë i largojnë muslimanët për Kur'anit, krijuan një vakum kulturor. E tërë masa muslimane ishte në padituri të plot, e mbrapambetur dhe degradim. Kurse struktura e muslimanëve dhe elite e tyre të parët, hapi i tyre ishte qëllimi ta kundërshtojnë fenë. Si ta kundërshtojsh fenë dhe të luftosh edhe të jesh kundër gjuhës arabe, ti me njëren mundesh me qenë president, mundesh më mnu në pozitat narta. Ligjet e tyre, gjitha do të vënohen me ligjet si të perëndimit. Edhe si ti kundërshtojsh ato ligjet islame, ke vend. Në gjë e tillë, ajo u hodh në aspektin shoqëror, ideologjik, ekonomik dhe edukativ. Edhe hajen edhe pijen da hajsh Franceski. Edhe veshët do ta bësh si vishemi ne. Edhe lojën si lojë kime e bon si lym ne. Ase si ndryshe. Ashtu që perëndimi pat një shikim shumë të egër ndaj islamit në atë kohë. Edhe atë ky shikim i cili është nxitur nga marrëdhëniet e tendosura midis islamit dhe perëndimit gjatë shumë shekujve të kaluar, perëndimi nuk la asnjë sen pa bë, pa trillu, pa gënjeshtru, edhe sa që i mveshi edhe shumë sene Muhammedit a.s. Në mesin e atyve kemi edhe shkrimtarë shqiptar, të cilët çmos bënën në ato shekuj, vetëm e vetëm për të tërhequr rinis vërejtjen që të largohon nga feja e tyre dhe ta urrin atë. Shumë musliman u shëndruan në njëri të shformuar, edhe i cili u mundua të imitoj të tjerët, filloi të veshet me prodhimet e vendeve të huaja, pas perdës së shkollave, kolegje, fakultete, spitale, e disa herë edhe pas qendrave për shërim, qendra ku me njërën dorë ofroheshin ushqim, edhe me një anë tjetër ku i jepshin ushqime, në anën tjetër i jepshin naudhu billah edhe urrëtie në veri
dhe komplot I hidhur ndaj përkatësisë së ummetit dhe vlerave të tij. Pra, me këtë në brendin tona ata përhapën materializmin, darwinizmin, marxizmin, sekularizmin, freudizmin, kadianizmin, e çka s'lën pa përhap. 50 vjet na shkuan rinisë tonë të I mësu këto. Shumë njerëz mendojnë se kolonialistët kanë qenë vetëm të këta të perëndimit, kanë qenë edhe këta të lindjes, Rusia. Ajo I mur me vete dhe shumë shtetet e para të cilët në vitin e shekullin e parë hijrie pa të pranu Islamin. Azerbejxhani, Kazakistani, Turkmenistani, Taxhikistani, Çeçenia, vende të cilët prej sajna në erdhen Buhariu e shumë alima të ndryshëm, krejt nën thundrat edhe nën bolsheviqit e Rusisë mbetën. Mirë po, dikur u shlirum prej këtimve. Mirë po, nuk u shlirum ende prej asaj në kolonializmit thuj ideologjik dhe edukativ. Dhe aj I ligjeve, nga aj vlerat të cilët ne I kemi shumë të mdhajen atë. Në radhë të intelektualëve tanë për fat të keq, ka ekzistuar dhe sot e kësaj dite ekziston një ignorancë e madhe mbi civilizimin dhe rolin e saj. Shumë prej tyre as që e kanë ngarkuar veten që ta studiojnë Islamin, ata ekziston një lloj krenarësie dhe një farë ndjenje se kjo është e panevojshme. Më thonë çudi, as mundohet bile të lexoje për Islam. Është më e çuditshme që I babën, nanën vetë ka kulturën të Islame. Mirë po, se një fejnë e popullit as nuk lexon, sa dush me qujtë këtë intelektual, është për të çudit. Rinia duhet të dije se shumë veta me rinin edhe kanë manipulu. Tito, Enveri, Kardeli, bolsheviqet, rusët, krejt me fjallën o tri, o I rini. Këtë shifën se manipulimi me rinin arrin dozën më të madhe. Për fat se ky brez është viktima bile dhe më e madhe dhe brezi që mund të quajmë I sakrificës. Pra dhe më së shumti që është manipuluar ka qenë kjo e rinisë. Dhe kësaj I kanë mëshuar si shtash më herët gjithë këta. Pse? Sepse ata dëshirojnë të luajnë me efshin, nefsin e tymve dhe me papjekurin e tymve. A nuk e shifni se dhe sot e kësaj dite bota është duke vepruar ashtu? Me metodet e tymve të lloj-llojshme, sa që edhe investimet më të mëdhaja banë në këtë sektor të rinia. Gjithçka për t'i tërheq ata. Këtu është investimi më I madh. Se këtu bëhet edhe gjunahi më I madh. Dhe ata duan mushteri dhe ideologjinë e tymve për ta fut e lipin rinin. Andaj la yuldikul mu'minu min juhrin marratayn, thot pejgamberi alayhis salam. Besimtari një herë për një vrim birë të gjarpnit nuk ka fshohet. Si ta ka që një herë për zdyti nalet edhe bon planifikim. Për këtë ne të shërojmë që të bëjmë planifikim edhe të jemi të gatshëm për të ardhmen për rinin. Se pejgamberi alayhis salam neve na pregadit që ne të pregaditemi edhe për rinin të jemi të gatshëm bëjmë çmos. El-mer'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Pejgamberi selam tha, njeriu personi e ka fen sipas shokut që e ka. Andaj në ta shef sicili prej juve se kanë merr për shok. Përndryshe është një fjalë e urtë arabe thuhet innaka la tajni min ash-shawki al-inab. Prej therave nuk vjelet rushi. Thera janë ato. Nëse do mi li për nis diçka saj dush t'i japsh. Nëse nuk I ke dhon, çka I lip? E ne për të duhet të bëjmë çmos që t'ju japim. Allahu xhaleshon na mëson se si mas miti çka t'ju japim. 1. Ja bunayya, o birim, thot Lokmani alayhis salam djalit vet. La tushrik billahi. Mos I bën Allahut kurdos. Çdo minimum kjo duhet. Inna shirka la dhulmun adhim. Të dish se shirki me I bot dost Allahut është zullumi më I madh. 2. Ja bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin o birim. Nëse ajo punë e jotja është sa grimca dhe ajo ndodhet në shkëmb ose në qiell apo në tokë,
Allah do ta sjellë, me të vërtetë Allah është i butë dhe gjithnjohur. Andaj Darul Erkami, shtëpia e parë ku u mblidhshin muslimanët, si ishin as 40 veta, shumë pak ishte numri, por dikur u bë një ushtri e madhe, super fuqi. Prej Erkami ibn Erkamit u priste që të merrnin pjesë ata që do njerëzit do të bëhen më të bushmit, më të edukuarit, edhe më të përkryerit të islamit. Edhe kjo xhami dikur ka qenë e vogël. Mande keni marrë tjetrën, sot këshisha keni bë. Të ardhmen duhet edhe më shumë të bëjmë. Edhe shpella për ashabët Kef ishte e vogël, e arët, për më vonë u bë dritë dhe udhëzim për tjerët. Mos ju bregose juve trive as numri që jeni të vegjël pak, se kemi pejgamberin alayhis salam 23 vjet dha mund, por nuk mrini, nuk e përjetoi pejgamberi ta shef çlirimin e Kinës, Marokos, Libijës, të Evropës, Portugali, nuk i mrini pejgamberi islam. Pse? Pse ne jemi një popull i cili mbjellmi i përngjajmë hurmës. Sot e mbjellmi 7 apo deri mas 33 vjetëve ja marrmi bereqetin. Asesi nuk duhet, me këtë dëshirim themi, asesi nuk duhet të ketë rrymë mes trive dhe pleshve e cila i përplas ato. Islami i bashkon ato. Se plaku e mbjell hurmën dhe të se ha, ama ja le djalit. Ashtu është edhe Islami. Pejgamberi 23 vjet dha mundin, ama kur ndroi jetë, si pa këto çlirime, hiç. Dhe shumë pi sahabeve se pan. Këtu këtë xhami që e ka ndërtu, që e keni ble, një numër i xhamatit, hiç si ka pa këto sene. Ama i ka dhënë dhe ka shku. Ku ja ka lënë? Ne i bëjmë për Allah. Si dum, rinit, fort, e të mirë, punën shka ta punojmë, do ta bëjmë vetëm se për Allah. Muslimani mirëfillt, edhe kështu i tha Lokmani alayhis salam, ja bunayya aqimi s-salata wa'mur bil ma'rufi. O birim, fale namazin, urdhon të mirë, ndalo prej të këqijave dhe bën sabër. Sa ajo është këtë kamet godit ty prej të keqës, nga fatkeqësit, këtu janë prej gjonave madhore. I riu duhet të ketë durim, nuk duhet të shef senet me njëren se po dalin për mejdani. Edukatën që ja jep Kurani të riut se si duhet të sillen ndaj njerëzve, e që si është një karakteristik e dytë e personalitetit islam, ashtu që besimi, akidja e shëndosh islame transformohet në jetën praktike të besimtarit musliman. Ajo transferohet në sjellje dhe morale të larta, gjë të cilën e bën dhe e man me marrëdhëniet e tij edhe me shoqërinë edhe me këdon jashtë. Edukata islame është edukata e cila ka karakteristika gjithëpërfshirëse. A do terbije urdhon, e përkryer dhe parashpreshuar. Apo është edukatë reale, edukatë morale. Në çdo gjë dhe çdo lëvizje le të udhëheq morali. Edukata islame është edukatë praktike dhe që i takon disiplinës shoqërore, veçanti dhe asaj rinisë. Ndryshe nga drejtimet ekstreme, drejtimi edukativ islam merr qëndrim mesatar. Andaj Islami është feja e natyrës. Natyra e njeriut manifestohet në individin edhe përbrenda shoqërisë. Edukata islame synon zhvillimin dhe ngritjen e personalitetit islam. Andaj besimtari i ri musliman ruan emanetin dhe zbaton premtimin. Muslimani është ai i cili nga gjuha e tij dhe dora e tij janë të rahatshëm njerëzit. Andaj Allahu xhaleshanu përveç shumë ajeteve të cilat do t'i largohem, do t'i lënë të shohim se çka duhet të ardhmen me bë, një prej atyve është që rinia për të qenë e përgatitur për të ardhmen, pasi që na thot pejgamberi islam këtë jeni çoban dhe çdo çoban është përgjes për tufën e vet, trit janë për përgjes, kurse të vjetrit i mbajnë në kontroll, ju japin këshilla dhe ndihmë, çdo ndihmë me qëllim që ata pasi që janë fuqi dhe ardhmja, loçka e zemrës, mushkënitë tona, ato do të mundohen me boçmos se me ata mburën, krenohen. Ata na ngritin dhe mujnë me na poshtërsu, si tha Efendia në fillim, ata mujnë edhe me na poshtërsu. Krejt varet prej neve se si ne si do të veprojmë. Por që në fillim dëshiroj të them, që duhet të jemi shumë si qetë për një punë. Punë e cila asesi nuk duhet të lejojmë si që kanë bërë të tjerët. Cila nga edukimi familjar ka fillu tek ne
edhe jeta familjare të bëhet si jo islame. Fëmija në foshnje, kindergarten, i vogli, foshnja të themi. I riu shkon shkollë, djalin punë, vajza në punë, baba në punë, nona në punë, pysmi, edhe me dhomat. Edhe Islami thotë se ata kur të vinë në moshën terin 10 vjetë dani prej shtratit. Dëshiron edhe Islami që të ketë dhoma për të rritë, për të veçlit, ama për fjetje, jo dhoma për ndarje. Sot kemi bo dhoma të çuditshme ne, shtëpia tonë janë bo të çuditshme. Si, djali e ka dhomën e vetë. Mande vjen edhe baba lavdrohet dhe thot, ja ku mbo këtë kushtet hoqë. Me kompjuter, me televizim, me ketë ati. Si hinës del. E shqipni? Ti se ke bo këtë kushtet, i ke ngarku. I ke dhonë të pritë, shka s'munët me bardë. Me mësu po, ama mu vequ jo. Himja, ndamja e dhomave e bonin ndarjen e familjes. Vajza e ka dhomën e vetë, gjali dhomën e vetë, që tash kemi fillu me diçka tjetër, ha. Baba e këshirë futbalin, nona zdo, e ka filmat serik, edhe kum ledha asaj, tha televizisa e në veti, mës për lami, ka të zëmë t'i kua dashuria e familjes. Qka qujnë familje? Kur do të mlidhen këta edhe do të bëjmë zbashku bisedë? Sofrat janë dasë, njoni hatë diçka tjetër, hatë diçka tjetër, nuk kam këtë me një vakt, pysim, familje vesh me emën, me punë jo. Mëndi kur të rritet aj, se kja ka nda dhomën, ja ka da dhe vajzës dhomën, kur të rritet, o hoq, nuk o mirë diçka me djalin tim, shka ka s'ngon, diçka, unë i foli, vëllavin tem, ki ka bu shumë, po e ti një ujtja frish, edhe me kompresor me fri badjava është. Badjava është. Për të rrit edhe për të pregadit këtë rini, ne du shumë sene të punojmë. Të hujen shka është në qofte dhe në tërbije të alargojmë, dije se dam në bon. Kyt me liq e ka bon 18 vjetë kur t'i bon, ka drejta i mandej dhe mullar. Ajo është zyrtarisht. Para se me thonë me liq 18 vjetë, a i vesh të mësoj, mirë është fëmijën të ndash, vetë një dhomë t'ja japësh, kultur kalzon këtë qëtash, të ndash në veti edhe ti mës t'i pengoj shiq. A i t'hin internetet bojë shka dush, Rëzik. Rëzik dhe shumë i madhë. Një kërë e blejme dhe sa e këshim e rujmë. Qëkë ta lajt ta fshi, e vladin tëne e i të e fshi mërbur. A e të unan me këshim se shfar programe janë të hinë trunin e ti. Shfar virusa, subhan Allah. Emnin ja ke vnu, borgjët i ke dalë me atë islam. Por virusat mrejna shkenë të hinë program se 7 sahata që në shkollë është. Shoshnin që e ka ja ke zjedh, as ta pejgamberi se njëri e ka fenë si pas shoshnis, shokun se e ke që ashtu e merë dhe fenë dinin, dhe du të me qenë precis, po shka të bëjmë me këta, edhe si të mundohemi të i primisojmë këta, du të mundohemi edhe në kur të ndërtojmë shpijen, të ndërtojmë në stilin islam, edhe familjen të qemë në stilin islam, sa të mundemi, të rriti shpmi, sot është bo, edhe të pregatit i shrini në tokat islame është bo vështirë. Korupcioni, rejna, tradhtia, senet dëkurit negative, edhe atje janë të po. Po shka ta mërmenja me ri të ri, edhe me eduku në shtetin jo islam, si kur ne si jemi këtu. Ne këtu që kemi ardhë, e kemi bëllë ma vështirë, që ta rritmi atë. Se rëthonat janë më ndryshe, kemi pozitive, po kemi edhe sene negative. Nuk do të thotë që se ne s'kemi mundësi hiq, sa në shkanojmë atë, por, vallahi, vish një rëshim, anë shkanim, një, thuj, neglijencë, një të përtasi, dëmbëllëk i vogël ndaj fëmijës që s'nanë mi ta vetë një ku ke babës, shka mone, pëse se dhe, ku ke, vish që këtë neglijenca me vogël, a i mundet me rëshit shumë keqë dhe e shqip një mandej, vish një lumi Allah e shef se në cëdët dëkurit negative, karadje me një ven, edhe, ohosh, se di o saritu, syt, o datë në veti, po mande qëtër shka ka, ku e di be nervozo shumë, po tjetër, shefët si hinë, falë një shprejnë e vetore zdel, ku e di e nitun, a i ka njës me pijat atat vëllonën,
Kënës, hala vesë se diko u shka u bo. Subhanallah. Në këtë shtetë, alhamdulillah, edhe përsëri të arushti, edhe e vladin, është gjihad. është luftë e madhe. Shumë let është arritish një të rinjë me kënë Medine. Shumë ma fështirë në Istanbul. Pak ma fështirë është në Shkup në Prishtinë. Hala ma fështirë është në Hamburg e në Zürich. E që është në Washington. Për edhe një namazat që ka shumë lirë. Ama një namaz i triut tim që këtu ka shumë të e për vlerë. Një babë dhe një non e cila dhe i cili e mbrojnë e vladin prej dukurive negative dhe e rritin edukatën islam e këtu. Ajo është sahabe që thirë për të qymë sahabe në përendim. Për atë Allahu Gjellë Gjellalu ka premtu shumë. Allahu inshallah nasip ja u jep edhe xhenet i Firdausit ja Rabbel Alamin. Që ato të cilët keni nisë nga pak sot është që lullzimi, kjo bereqeti atim dhe prindërve. Generatat e dyta dhe e treta mo vesh është të mëri këtu. Ande kemi në nevoj për fëmijë të flasim shumë, unë do të mundohem vetëm shkurtimisht them, pasi që koha nuk kthehet, le ta dim se dhe rinia mo nuk kthehet. Ata duhet të planifikojnë kohën shumë mirë, që nëse dëshirojnë edhe këtë milenium të përparojmë. Të jesin përqëndrushëm në punë, ta përkushtojnë rëndësi dhe përkushtojnë të atashëm punës, se gjindën në një vend ku shumë i përkushtohet punës, edhe ata duhet të kesin kohën e pushimit, po duhet të kesin e kohë për dashamirësi, për aktivitetet të ndryshme dhe kurse për Kur'an, akait, për gjuhë, e shumë sende, vizitime të ndryshme që të shkojnë si vizitor, udhëtime të poshbashkëta, konferencë, seminare të majnë, edhe të jesin mirë të planifikuara, edhe njerit, kanë mund me radhe mes trive, si janë edhe mes hoxalarve, po edhe në përqitape i kemi ato llojet e divergjencave, meseleve, njoni thot ban, qetri thot zban, po ta dim na ta marrmi atë çka është yasiru wala tuasiru, thot pejgamberi, lehtësoni e mos e vështirësoni, wa bashiru wala tunfiru, dhe jepni myshde, mos jepni ka e keqa vetëm fjalë. Prandaj muslimani i ri duhet të ndërtoj personalitetin e tij islam musliman, por edhe ai si i ri duhet patjetër mas pari të fillojë për vetvetes ta përmirëson veten. Duhet jesë pjesëtar aktiv në mesin e umetit islam. Ai edhe pse duhet të jetoj kohën e tij, por nuk duhet në atë kohën e vet ta bën edhe haramin. Duhet të zhvillohet në metodat e zhvillimit të dialogut efektiv, si me gjermanët, si ati ku gjinët, duke prezentu fejnë e vetë. Duhet të arri kohën moderne, qytetrimin modern, që të shfrytëzoje sa të mundet, anët pozitive të sajna. Kompjuteri, ju e dini mo, unë kur kam qenë 94, të kur kam marrë e pa ta blej një kompjuter, gëzimi madh 95, se 800 megabajt fesprate. Ju të vjetrit pak që se dini shka dhe me thonë, për ju kalëzoj. 800 kubik. Po. 800 kile, më falë. E ka marransi 800 kile. Sot, qka be 800 kile? Me një telefon e ka bo 32.000 kile, thot. 64.000 kile. Subhanallah. Sot, prej në dorë e shef ajnë qabe, ti babën e shef, ajtë të bo të avaf, ti këtu e shef babën. Këto kona mundë shumë shpejt me përparu rinia, këto kona shumë shpejt mundë të dhe mundë, emni më spioni. Mundë më bo qënë sklav modern. Pa shqyqeni në përdhoma kur hinë disa prej fmive, nuk di se si dalin prej lojave. Se thash baba thot ja ku pregatit ketë. Mi Nintendo hoxha, me ku më bo me ketë me ketë. Aja gje lujnë lojna, a kur shkuj shkolla gje, notat që janë tepër në topta. Mundë shumë shpejt me rëshit këtu. Ande shumë duhet të jemi vigilent, edhe i riu duhet të jesi vigilent, se përparimi shkencor duhet të shfrytëzojmë. Ama me bo vaki,
që nuk e shfrytëzojmë për qëllimin çka është bo ajo, po ja ndrojmë qëllimin ne, ajo mundet me na u kthy neve, me na mbyt edhe tu që ngjall. Do të kemi tri, por rol nuk kanë. Do të kemi tri, kush si pyet? Qole do të jesin. Edhe qole lëkin të armën do të jesin modern, jo si në korën e kolonializmit. S'ke qare, pa ju nështru atina, be visht punoj për një kaqore buk, në udhubila, dhe i nështrohesh, gjdo se ki me punu. Po që se nuk e shfrytëzojmë, ajo neve ka me në shfrytëzu. Andaj të rritë du të jenë edhe në planifikimin e fush veprimit islam të kesin plane, duhet të formojnë institucione, unë kam dëshirë, Hamburgu, dëshira ime është, për ku e di se e realizojnë, Hamburgu është një qendre cila ka shansë të kese shumë sene, një ndërmat parat. Inshallah të ardhme, do shtë të qenë një medreze, kushte keni, mundësina keni. Duhet të ketë qendrën për informata, aje duhet të jetë për agencit lajmeve thuj, komisione për përkthim edhe atë që thamë faqen e internetit, edhe të futet dhe të mundohemi kjo rini që të tarman edhe në përshtëpia të futet me televizor, se ne flasim 4 muaj në halku punojnë me qindra, mija ekrana në përshpia, futet mija programe, e nuk kemi në tonën. Ne nuk e kemi tonën. Mirë po, e pendine kemi prej Zvicrë. Ti theme 50.000 musliman në Zvicrë, nga një frangë me dhonë, qëllën e në Gjermani 50.000, s'po thëmë ma shumë, nga një euro me dhonë, në mujtë për një televizor islam me pas në shqiptarët, jemi në gjendje me mbajtë. Atëherë do të kemi sene shumë të vaja. Andaj, edhe kjo ka mundësi, në diaspor që jemi, ati va atje mujmë ju ndihmu, atje kemi kuadra, edhe të cërë do të mundemi, inshallah, të ardhmen, të futemi në për çdo shtëpi. Aje don as e don punë për atë. Elhamdulillah, një agjimus të ke shumë mirë është ki televizori hoq, ama çka e kanë bo për me ndru kanalin shumë më mirë. Atër do t'ja ndruja ajë si do vetë, dhe dashtë e Allah që të shanu edhe njëherë që t'ju falemindroj juve dhe dëgjusit dhe kolegët për sabrin që e patët, e lusim Allah në gjelalu, një rini të shëndosh Allah në asip në emof të ramë. Që të jesit gatshëm në mileniumin e tretë, që të pregaditur, që mos gëlltiten, po të banë zotni Allah në asip ja u banë. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falemderojmë hoxhën e nderuar, Allah fuqiplot inshallah razi është me te.